Sipas Beratit, PDK-a edhe AK-a organizat kriminele. Sipas Berat Bozhalës, PDK-a, AK-a pas kanë pas njerëz me vra me pagesë. Tash ngone që ka thët se kam një 3-4 fjallë për këtat PDK-s e këtat LDK-s e takës. Kosovë prej vitit 2099 deri në vitin 2010, ndoshta ka ekzistuar një numër i vrasësve kështu me pagesë edhe vrasësve me porosi. Disa prej tyre janë vrarë, disa prej tyre tash janë shndruar në bashkëpunëtor të Tribunalit Special, tek këtu në jashtë edhe në burg. Pra, tash në atë kohë o du pak fantazia, o dhe kush po i kryen vrasjet, po këta persona që po i kam në mendje, tash ata dëshmitarë që në Tribunal Special dinjera a i përmen, as i përmen, disa prej tyre që janë vrarë dhe ata që janë në burgun e sigurisë të lartë, po këta njerëz, unë e besoj, jo vetë shiku, po këta kanë qenë nën urdhrat edhe të PDK-s edhe të AK-s, po këta njerëz, unë e besoj, jo vetë shiku, po këta kanë qenë nën urdhrat edhe të PDK-s edhe të AK-s, jo vetë shiku, po këta kanë qenë nën urdhrat edhe të PDK-s A edhe të nduhet AK-s. të vllazën se tash që kë njeri që ka thonë para 5 vjetë, para 6 vjetë, 7 vjetë, so i ka për shembull që PDK-a dhe AK-a kanë pas njerë që kanë bra me pagesë. Organizata kriminale janë PDK-s, po udhëheqësia e PDK-s. Tash, kë që ka thonë nuk po më habit. A den se unë e di kush është kë. Djallë shpioni, shpion vetë, babë gjë shpion. Po që ka mu po më pengon sot, kur pishot këta takës e dokumentanta, e këta PDK-s e dokumentanta, që në ora 7 mëngjesit shkojnë një rinë para zyres tina me prit, a pe merë një intervist, a nuk pe merë Berat Bozhala, se tash e kanë bo mek. Tash kjo bo meki i PDK-s edhe i AK-s. Edhe do njerës ka gjatë më dhajnë në AK, edhe do në PDK, shkojnë e presin para derës e rinë godito Berat Bozhalës që një kohë kë i ka akuzu që janë parti kriminale, janë parti që kanë pas njerëz vrasës me pagesë. Edhe sot del djera mushi na sho neve që pse po bona na video për Albin Kurtin. Po na nuk po bojmë kur gjo ma shumë as ma pak. Na veç për morëm që tu shka keni thonë jo për njën i tjetrin, si Berati, si Vebia, si Batoni, si aj tjetri, na nuk pështojmë kur gjo ma shumë veç ato shka i keni thonë jo për njën i tjetrin. As nuk po akuzona, as nuk peshona kërkan, veç për morëm videon edhe për të nshona. Ngo e Beratin shka thetë për juve. A sot e keni mikun ma të mirin e keni Beratin. Tash, qka me bone? A mos me qitë ato? Jo, veç kalzonëm, a mos me bone video për shemull qka ka thonë Berati për juve? Edhe sot e keni mek ma të mirin, ma i besushmi, kshiltari i AK-s e kshiltari i PDK-s, kshiltari i LDK-s. Në tjetërën anë Vebia zjeter nuk ka skalon sen, pa thonë, për juve. Sot e keni mikun ma të mirin. Atin, për ju reni godito, edhe shka është ma keqa, i prit një reagime shka po thët Berati në ksham, e Vebia atje në klanë Serbia, me reagu ju nesër, se ju s'kini ide t'jujat, ju i vedhni edhe ide që dilni para kamerav, i merrni për Beratit edhe prej Vebi Kajtazit, se s'kini ide t'juja. Qaq poshtë kini ro, që edhe ide nuk kini ju. Edhe del në shumë. Sa në nuk jem, unë halo nuk kum po, një që ban video për shamën kundra që ty në hojnav, që ka dole edhe ka sho dikan, ose ka akuzu, ose ka rajt dishka, ose ka thonë kështu. Jo,
na pe kem shumë të lehtë për me bon një video për juve. Se veç pe morëm ato shka keni thonë jo dhe pe postojmë. Po juve qash shumë pe ju djegë që po thoni Albini pe pagun. Pa e types, më pagu nuk tham që nuk i kisha marrë parat, po vallai unë as nuk e një, as nuk e di kur një teme, unë Albinin përveç televizorit, kur një teme as afër nuk e kom pa. As glaukun, e kisha pas qef mi pa me nejt me ta. A din kështu shtrut. Se më kuna, me njofte mu taku me ta, me pa, po si kum pa. Së më ka ardha rasti, kur as nuk i kum lyp mu pa me ta, se s'kam në farë interese adin pe tyne, që me thonë po më pagujnë në sen, jo. Mu marrë dhe rasti mu takuna, bisedoj pa kur par problemi. Ama, me dal e me thonë që na i kem fajt, na peshom, jo për na nuk peshom kërkan, na veç për morëm shka keni shoj njën i tjetrin, me zveti. E pash që dikush e kish postu një video tramushit ku i thet, mos gaboni me dhonë bjesht e rruguvës atje qakurit e sene, o shpiuna, o të bosha, shpirt e shitu, na shimthosi, Isa Mustafa, i tjetri. Na veç ato, për morëm edhe për postu na shka ke thonë. A jeti qaj i ateshit, a i sodit. Kur gjo as ma shumë, as ma pak. Se na për kem let, na nuk jem se kur to për vaqicat e televizionev që postojnë ka 600-700 artikuj në dit të rajt për Albin Kurtin, të akuzu gjithë shka këtë rana, na jem një 7-8 vetë, në duket nuk e dia, janë ma shumë ma pak, po na pe kem shumë let, as nuk po kem nevoj me rajt, as heq, veç e marrë video në trak, ta në shoj në goë vetë, as nuk po tha mone, po thet Berati ka thonë për ty qështu. E sot e ki mik, qa njeri që të ka akuzu ty që ti je ke pas njerëz me vrasës me pages, veç për të nëshojmë shka ka thonë aj, nuk pëthujmë na, vjen keq, po jo shok me zveti shka keni full, që sa dini me qëtë mirë, sa dere një godito Beratit, me prit Beratit që par video për qëtë kundra Albin Kurtit, e mo ju livdu juve. Jo dësha mirë, nale pak këtë, se si kem fajt na, fajt i keni jo, që s'keni lon sen pa thonë për njën një tjetërin, tash na pe rikujtojmë, e jo për na shoni. Jo më një me shonë, nuk është problem është juj, amo na nuk përshtojmë, as të përrejmë. Na veç për morëm që ato shka keni thonë jo dhe për javqesën për balë. E kur përshini që ato t'juja shka keni thonë për njën një tjetërin, që ato për djekë të në edhe ma shumë. Pas kem shka me boj, keni ba ato punë, keni thonë ato punë. S'moni mi i ka saj punë. Nejse për përshëndes, krejt like, follow, shka t'moni. Deri në video në arshme.